Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Të dashur miq, ky episod mundësohet nga AI Optika, optika juaj. Shkoni tashmë në faqen e Instagramit AI Optika me kodin Buçi Podcast dhe porosisni një parësyze me 10% ulje. Faleminderit dhe dëgjim të këndshëm. Më duket se kemi ndërmend me bë me Andi një podcast kështu me temë ezoterizmi dhe na duhet një person që merr vesh nga këto, nga fetë e lashta ose nga okultizmi ose ndonjë person të tillë, nëse njeh një blad me këshilla. Po, unë vetë jam vetëm për europianët dhe indianët dhe këto të Afrikës së Perëndimit. Më shumë nuk di. Shiko, unë këto jam shumë fanatik të kjo pjesa, unë prandaj jam, domethënë prekem jashtëzakonisht shumë kur ta persona marrin shembull në histori edhe në mitologji, se unë jam, domethënë dashuroj, kam pasionin tim, domethënë edhe historinë edhe këto mitologjitë edhe se si mënyra e mendimit njerëzor ka funksionuar më parë se si funksionon tani. Unë prandaj marr këto tema shumë seriozisht, e kupton? Se është diçka ty pra, u bëm trena duhet edhe një katër. Po në rregull, super. Mund të bëj edhe një kështu, një sondazh të vogël, domethënë në Patreon ose në këto të tjera ku ka më shumë ndjekje, edhe nëse ka dikush interes. Por këto, shiko, këto janë gjëra domethënë që është edhe pak e vështirë. Unë vëre domethënë edhe kur I hap këto tema vet, domethënë nuk kam audiencë as në tavolinë. Është shumë e vështirë dhe du ta bëj vetëm se është kështu nish, si thonë, nuk flet askush për këtë temë, plus ata që flasin nëse janë sharlatan ose kalojnë në për konspiracionizma dhe du të bëjnë një temë kot thjesht. Domethënë jo fetare, po për këto fete lashta ose për ezoterizmin vetvete ose për mënyrën si është. Po me gjithë qef kur të duash shumë. Mua më ke gjithë kohës për këtë pjesë. Unë jam jashtëzakonisht shumë I apasionuar për këtyre, kështu që më ke në çdo lloj momenti për. Okej, në rregull. Ore që 1, 2, 3 pak pushim. Tani me që e diskutuam ose e përmendë pak më përpara këtë pjesën e këtyre që janë sharlatane të gjitha. Unë bëra një budallik me këto që thonë që gjua shqipe domethënë është më e lashta në botë I shpjegon të gjitha etj. Edhe ç'a bëra unë? Bëra një kështu një notes në këto Apple Notes. Edhe si këtë Shalom Shabbat që thonë ato e cifutu, domethënë edhe e shpjegova kështu me ca idiotizma, domethënë që mua thjesht për zotin mund të kisha pirë një shishe vera atë natë. Edhe sa ikën rrob pasaj që u shpërndam, bëra këtë e hodha. Nuk e ke idenë vëlla, rrob thoshin "O bravo, e ke gjetur, e ke kështu", edhe unë duke komentuar gjithë në TikTok, o plako jam duke tallur trapin domethënë, pse e merrni kaq seriozisht. Edhe pastaj filloni më shanin. Pse jam përmendur, pse jam përhapur kaq shumë ta vëllai, çapo ndodh më? Po është ndjesia e inferioritetit, domethënë një periudhë të madhe shqiptarët janë habit, nuk e dinin se ku kanë vendin në përbot, ju duke si ku gjua shqipe është kot. Pastaj pati një boom, sidomos aty nga vitet 2010, 2011, para 2012-s, që filluan në për internet gjitha etimologët, gjua shqipe është e lashta, është më e lashta, pellazgët e tjera. Domethënë që kanë drejt në një anë, sepse gjua shqipe është shumë e lashtë, por nga ana tjetër që në ekstrem, sepse përfundojnë si Grandalipa I duke përshkru gjithçka me rrokje shqipe dhe ai Agroni është te grupi edhe është shumë interesant si tip. Unë e di se kam inat ta vëlla se unë mendoj se këta mund të jenë të paguara, por që bëjnë nga këto lloj sharlatanizma kështu edhe thjesht denigrojnë imazhin tonë burr, edhe thon merre serbi dhe greku, na shiko ç'a bëjnë këta, e kupton, edhe më shumë na dëmton këtë. E gjitha ka lind nga një gjuhë që quhet proto-indo-europiane, PIE, dhe gjuhët gjermanike ose gjuhët latine, gjitha rrënjën e kanë nga kjo PIE-ja, dhe kjo PIE-ja ka rrënjë shumë të shkurtra, për shembull PA ose PI ose dhe kur krahasohet kjo PIE-ja me shqipen, del shumë e ngjashme, sepse shqipja, sidomos gegnishtja herë, është e reduktuar dhe është e reduktuar vetëm tek rrokjet që kanë
kanë kuptim, kanë kuptueshmëri. Tani nuk I mbaj mend shumë njerëz se bëhen vite. Po jo, e di dhe ka dhe jo vetëm rrokje, po ka dhe zanore, thjesht një shkronjë që ka kuptim. Po një shkronjë që ka kuptim dhe duke qenë e tillë, duke shumë e ngjashme me këtë PIE dhe nga kjo ka lindë gjithë kjo rrymë që thuhet shqipja nëna gjuhëve, sepse kanë filluar njerëzit të interpretojnë me anë të shqipes gjuhët e tjera, por e kanë gjuhën në bastardim. Për mendimin tim duhet studiohet seriozisht kjo, kanë qenë mbledhë herë konferenca pellazike të Universiteti Vitrina, nuk e harroj kurrë, ishte Sezan Guri aty me ca të tjerë, por ka pasur edhe njerëz serioz, për shembull ai Mathieu Aref, që ka studiuar në Sorbonne ose po I harroj tani, ka pas disa figura, ka qenë Altin Kocaqi që vdiq, nuk ishte shumë pellazgolog, po merrej më shumë me historinë. Ka disa figura dhe duhet studiohet në mënyrë serioze nga Akademia e Shkencave, po Akademia e Shkencave jonë ka mendim vetëm për qoftë e birra dhe vetullat e Skënder Gjinushit. Ideja është një kështu, është qasë inferiore, duke qenë se nuk kemi kështu arritje të mëdha historike, gjuhësore kështu në përbotë dhe mundohemi që të kapemi pas gjëra të tilla. Po kjo ka lind si epidemi, kam përshtimin që ka lind për shkak të dy personave, para Petrozhejt, I cili ka qenë gjuhëtar shumë I mirë, edhe Aristid Kolës, që ka bën një gjuhë e perëndive, më duket diçka e tillë, që shpjegon këto origjinën e shqipes, po me këto fjalë. Po ky Aristidi është më fajtor sepse ky e ka shpik këtë metodën, se Petrozhej ka qenë super mirë. Po ky e ka shpikur këtë idenë e këtyre dhe problemi është që këta nuk janë gjyqtarë. Petro ka pas bërë një algoritëm. Po, që shqipja dhe sanskritisht është shumë interesante. Kurse këta ç'a bëjnë, nuk janë gjyqtarë të mirëfill, edhe nuk është se bën një shpjegim gjuhësor historik se si ka ndryshuar gjuha nga koha në kohë, se është shkencë më vete. Ta marrin një fjalë që gjen aty dhe e krahasojmë një fjalë shqipe, e zbërthejnë sikur bën ky agroni, I heqin ca, I vëjnë ca sipas dëshirës, as pa shpjegu pse ndodh kjo dhe ai dalin te kjo se është shumë qesharake kur I dëgjon. Edhe është kthyer kështu si Bersalet që në çdo vend shqiptar po bën kështu stand-up comedy që shqiptarët vendi më I lashtë në botë. Kur ne nuk kemi fakte që as qytetërimi ynë, as gjuha jonë nuk janë kaq super të lashta, sepse duhet ta mbështesësh një çik me fakte arkeologjike. Jemi gjuhë e veçantë, është pranuar nga të gjithë. Jemi gjuhë e vjetër, po jo gjuha krijuese e gjithë botës, se është absurditet kjo. Edhe këta janë shumë interesant, Sazani, këta janë njerëz të cilët ftohen nëpër media, kështu e bëjnë një lloj tollovie shumë të madhe. Janë personazhe kështu gati në kufit e groteskës. Po që realisht është pak absurde kjo të diskutosh me persona të tillë, sepse nuk është edhe janë gjyqtar, domethënë janë njerëz kështu, I shkrep njërin, mendon që kështu duhet interpretuar dhe interpreton. Unë jam futur në mënyrë interesante, po të shikosh për shembull komente që bën nga këta ose komentet e faqe Edi Ramës, komentet e faqe Alfred Sakus janë një njëjti kontingjent njerëzish të cilët nuk mendojnë, nuk e analizojnë atë që po thuhet, që po ndodh, thjesht bravo, po kështu është, edhe zbërthejnë këtë gjë kështu në mënyrë shumë perfekte. Po shikoja një herë që po zbërthejnë të gjithë këtë konspiracionin botror të vaksinave, se çka ka ndodhur, kështu pse ndodhin vdekjet, pse gjërat kështu. Po mund të jetë person që edhe gjimnazi nuk e ka mbaruar, por mund të jap një lloj, mund të jetë një biolog I shkëlqyer ose gjuhëtar I shkëlqyer, dhe kjo është gjë që e shef. Unë besoj se është mungesë edukimi I mirëfill. Secili është edhe ai që pa dashur ta shaj, po edhe ai që pastron kputcët mund të shpjegoj politikën botërore, pse Putini është I mirë, pse po sulmohet Ukraina, pse vaksinat nuk funksionojnë. Është shumë smundje kolektive kjo. Plus me që folëm për ezoterizmin, ka qenë një gjuhëtar Nezir Myrta, edhe ky shpjegonte fjalët shqipe, sidomos shkonte deri tek shkronjat, edhe thoshte që shkronjat janë simbole dhe kanë pas kuptueshmëri dikur, për shembull T ka qenë pema, A njeriu I ngritur në këmbë etj, dhe I lidhet edhe me runet, ose shkronjën S për shembull që është gjarë prej, edhe ka qenë shumë interesante, por siç e thash, duhen njerëz duhen njerëz të përshtatshëm për këtë punë që ta studiojnë tamam dhe mos ngelet peng I sharlatanizmave. Kurse kjo puna e konspiracioneve, njerëzit sa më pak, domethënë sa më pak të dinë, aq më shumë kanë tendencën ta shpjegojnë botën me konspiracion, sepse shumë rahatshëm të mendosh që është një dorë që I lëviz gjitha, dhe është shumë e vështirë të rrish të analizosh
çfarë shkaqe është ekonomike, ose shkaqe sociale, ose shkaqe edhe meteorologjike, ndonjëherë ka bota dhe bota është shumë e ndërlikuar për të shpjeguar. Dhe kanë nevojë për një shpjegim të thjeshtë dhe e nxorën. Sorosi ose tjetri i ka bëjë gjitha, Bill Gatesi e kanë menduar, edhe ngushëllohen për frikrat e veta, sepse shqeto njerëzit kishin frikë nga vaksina, imagjinoje, kështu që pak frika, pak ignoranca, edhe kanë shumë thjesht bien në krahët e konspiracionit. Shiko, po kjo pjesa i ndihmon dhe to që ka një elitë, domethënë që funksionon mbi shtetin, mbi të gjitha, kjo është normale, se thjesht janë banka etj, po. Edhe me këto bëma, domethënë siç bën Soros e Bill Gates. Këto kur nxjerrin këto teoritë konspirative këto, në fakt i ndihmojnë më shumë personat si Bill Gates edhe Soros që kanë vërtet skandale që ja vlen për të thënë domethënë. Edhe këto skandale domethënë shihen si gjëra shumë të vogla kur persona fillojnë me teori konspirative jo zvaranike etj, budalliqe të tilla domethënë. Një nga skandalet më të mëdha të Bill Gatesit për shembull është blej një domethënë do që të jetë zotëruesi më i madh i tokës së punueshme në Amerikë domethënë. Kjo nuk është konspiraci fare, kjo është fakt. Ai është në konkurrencë për qindra e mira hektar domethënë, që t'i zotërojë edhe të fillojë atë lloj procesimin e ushqimeve të ardhmes domethënë. Që hajde ta diskutojmë sa e mirë është apo sa e keqe, unë nuk e di, nuk kam bagazh nga kjo pjesa, po. Kjo është diçka e vërtet, po kur një njëjti person që ty ta thotë këto thotë edhe që ai do të vrasë njerëzit dhe do që njerëzit mos të bëjnë fëmijë etj, domethënë është bie kjo pastaj, nuk e beson më as këtë ti. Edhe shiko, vazhdo. Jo, s'ka problem, vazhdo. Teoritë e konspiracionit ose më mirë të themi narrativat e ndryshme i shërbejnë një agjende të caktuar. Për shembull, Putini ose Erdogani ose kushdo i përdor këto narrativa për të thënë që shiko se edhe në Perëndim ekziston një elitë e cila është e ligë, do t'ju shkatrojë juve, por ndërkohë ka dhe ai interesat e veta, sepse po të nisim të bëjmë konspiracion, del edhe Putini si zotruesi i bankave, zotruesi i ekonomisë, zotruesi i gjenetikës ruse dhe del si një farë perëndia atje. Kështu që gjithmonë kur e dëgjon diçka ose kur e lexon diçka, duhet të pyesësh veten cilës narrativ po i shërben, kush po e publikon dhe çfarë interesash ka, sepse është pothuajse e pamundur që të mos ketë asnjë interes, ose ka interes për të pas audiencë, ose ka interes sepse po i shërben një farë narrative politike të caktuara. Për shembull, në Shqipëri ke njerëz që janë shumë të aftë të analizojnë gjithë konspiracionin botror, por nuk e kuptojnë atë që e kanë parasysh, që familja Berisha është super e pasur, familja Meta është super e pasur, që Rama është bë milioner, që kontrollojnë banka, që kontrollojnë biznesin në Shqipëri. Këto nuk i kuptojnë ose refuzojnë të kuptojnë dhe i mbrojnë me patos të idhujt e vet, thonë jo, është i pafajshëm ky, akuzojnë pa drejt komunistat, dhe kur vjen puna merren me konspiracionet botërore. Është e mirë që ka një farë ndërgjegje, por do ishte akoma më mirë se kur njerëzit të informohen tamam politikisht mbi faktet dhe mos bien pre e narrativa të caktuar. Po s'ke çfarë bën, në gjitha vendet e botës janë këto. Nuk ka asnjë kulturë që s'ka konspiracion ose që s'ka teori të ndryshme. Dhe tek e fundit është vërtet ajo që the ti, që edhe teoritë sado të çmendura të jenë, ndonjëherë hidhen në treg edhe nga vetë ata që duan të kontrollojnë, po themi, opinionin publik, për ta testuar, për t'i marrë pulsin se sa i beson, edhe për t'i ridikulizuar, për t'i bërë qesharak ata që e kundërshtojnë një tezë caktuar, duke thënë ja, jeni njësoj si këta të tjerë. Kështu që është propaganda në veprim gjatë gjithë kohës. Një nga ato rastet më flagrante të këtyre informacioneve që janë mbjellë, domethënë, ka qenë Alex Jones, nuk e di sa e njihni si figurë. Që Alex Jones është njihet për pjesën e konspirimit vite me radhë. Edhe shumë nga këto gjërat që ky ka thënë mbas shumë kohë mbasi ai ka thënë mbas 5 vite, 7 vite, 10 vitesh kanë dalë vërteta. Edhe
para disa kohësh, para 3-4 vitesh, është bërë një mass shooting, Sandy Hook, quhet incidenti dhe ju mboll informacioni këtij sikur ajo ishte e bërë, sikur ishte një teori konspirative dhe si ishte e vërtet. Nga ai e shpërndau, edhe e mbrojti normalisht, edhe u cancelua komplet, edhe sot kësaj ditë nuk ekziston me asnjë lloj channeli, asnjëri nuk pranon ta marrin emisionet e veta të shpjegohet, edhe pse ai ka qenë në disa vende ku ka kërkuar falje dhe ka thënë që ka qenë gabimi imi dhe që nuk e kam kërkuar mjaftueshëm, ai më informacion më ka ardhur, atë informacion ka dalë. Edhe normalisht asnjë njeri më nuk e beson atë. Kur nga që ai ishte dhe pak alkoolist, domethënë që këta po i ndryshojnë, po i bëjnë bretkosat gay, domethënë. Nuk e beson të njeri, derisa në 2019 më duket u doli që u bë declassify dosja e një nga këtyre si quhen to, si tip spitali, si tip laboratore eksperimentale që mundoheshin në Florida, domethënë në një nga këto që ka shumë si quhen to, maçale. Domethënë që të hidhnin kemikale të ndryshme që bretkosat ndryshonin sjellje, domethënë. Normalisht e gjithë kjo kanë hedhur në Afganistan një bombë të tillë që i bënte gay ata talibanët që ti demotivonin për të luftuar. Jo vetëm kjo, po kur ai e thoshte dukej absurde kjo, e kupton? Derisa doli. Kur ai thoshte që është një ligj shoqërore që janë këto okulte, se Amerika është dhe kryeqyteti ose kryeshteti i botës për pjesën e kulteve, nga që ka atë në kushtetut lirinë e fesë etj etj. Kur thoshte që janë një që djegin një kështu effigy, një si thon aull në shqip më plak, më falni. Si thon buf. Kukuvajk. Ose kukuvajk, një kukuvajk druri domethënë. Buf. Po, edhe me të cilët ishte dhe Bill Clinton duke nuk e mbaj mend. Është i vjetër ai dokumentari, ëh? Po, edhe aty ka qenë shumë i saktë. Pikërisht pra, po nuk e besonte njeri, atëherë derisa u konfirmua, e kupton, edhe pse pothuajse të gjitha janë konfirmuar përveç Sandy Hookut. Domethënë që këtë doli super skandal, tani nuk e beson më njeri. Edhe unë besoj vërtet që ka persona që janë të interesuar të mbjellin një informacion të gabuar kundrejt personave të tillë, që ata të bëhen sa më pak të besueshëm dhe ti shkatrojnë reputacionin që ata mos të kenë në platformë. Në këtë rast ekziston kjo mbytja me super informacion, domethënë është teori e njohur e propagandës, domethënë që ti ç'a bën e mbyt të vërtetën me shumë gjëra të tilla, edhe të pavërtetën dhe të vërtetën, domethënë duke i atashuar me njerëz të tillë, të cilën ti ndonjëherë i bën dhe qesharak, domethënë dhe ajo çka është e vërtetë dhe çka nuk është e vërtetë përzihet tek ata dhe duket sikur gjithçka është e pavërtetë. Sepse mund të ketë disa të vërteta që i thon, por për shkak se ti e ke kthyer në këtë gjë që u jep edhe këtë teorinë e alienëve, edhe teorinë e lizard, po ndërkohë që ka edhe disa gjëra që i rënë realisht ashtu siç i thon, edhe ti ç'a bën? I trajton si qesharak, edhe i marrin kështu ato. Secili prej gjërave bëhet kështu inflacionit vërtetës, edhe nga që të vinë shumë gjëra në mënyrë bombastike, ti ke tendencë mos i besosh më nga individ tillë. Edhe këtë gjën që thua ti, unë kam parë atë dokumentarin, është shumë kështu, po ka dhe një lloj mosnjohje ose një lloj konotacioni te kjo gjëja e pjesës ritualeve kundrejt nuk po them perëndive, po figurave simbolikave tilla që një pjesë e mirë e njerëzve nuk e kupton. Duhet kesh marrë një edukim të caktuar për ta kuptuar këtë gjë. Domethënë ne kemi një lloj për shkak të feve monoteiste, kemi një lloj demonizimi të po them të totemizmit, edhe pjesës që qasjeve që mund të krijojmë idhuj, edhe simbole ose qasje të tjera që nuk janë Jezu Krishti ose Muhamedi ose fetë monoteiste ose Zoti Allahu dhe Perëndia monoteiste. Dhe kjo i marrim i çik shumë spukish, janë rituale sataniste, janë djalli, po faktikisht nuk janë dhe aq të vërteta këtë gjë, sepse blatimi ose lavdrimi i simboleve natyrore, kukuvajkave, gjëra ka një edhe e harrova termin perëndit egjiptiane për shembull janë komplet perëndi kafsh,
nuk janë perëndi njerëz dhe ka një lloj simbolike shumë më të thellë, po njerëzit që nuk e kuptojnë i marrin kështu si nëse do adhuroheshin sot perëndit egjiptiane, normalisht do ishin satanike po themi. Sidomos kur je i krishterë amerikan, i bardhë dhe i shikon këto ka do i diskutoj me Albin me shumë mundësi këto tema kur bëjmë atë gjën e famshëm për të kuptuar që nuk janë dhe aq satanike, nuk janë dhe aq demoniake, thjesht kanë ca simbolike që janë shumë të çuditshme, sepse edhe mesha e krishterë dhe simbolikat që dalin ndonjëherë ajo mesha e së dielës me trupin e Krishtit, nuk është aq e paçuditshme, edhe ka derivuar nga këto gjëra, po janë ca simbolika natyrore të cilat ne duhet ta pranojmë këtë gjë. Shoqëritë sekrete të bazuara te fetë politeiste kanë ekzistuar dhe duhet të ekzistojnë gjithmonë, sepse natyra njerëzore nuk mund të jetë thjesht vetëm ke besimi monoteist. Këto politeiste do ekzistojnë gjithmonë dhe kanë qasje kështu qysh nga Greqia dhe Roma e lashtë, vijnë nga Babilonia, nga qytetërimet, jo vetëm sumere, po nëse do flasim herës tjetër, do jetë qysh nga ajo Aryavarta, qyteti i parë i ardhjes njerëzimit që mendohet që është diku te 75.000 vjeçar i lashtë. Janë gjëra që janë kështu çik më të thella se kaq. Po, pse mos futemi në konspiracion pastaj. Por që është e vërtetë që ka një mbi dozë të informacionit, po si kështu të vërtetë dhe jo të vërtetë, dhe çfarë bën njeriu ka tendencën kur mbin kopën me informacion edhe thotë vaj lesh lëre fare se kjo që nga e pa vërtetë. Po ai Alex Jones për shkak me këtë çështjen e këtyre vrasjeve është dënuar $950 milion që duhet i paguaj këtyre familjeve të viktimave. Dhe çfarë bën? Ti përveç se tani fillojnë të bëni çik kështu edhe si Alfred Sako, bën kështu publicistik ta, fillojnë marrin fonde, bën media, krijojnë mediat e tyre, fushatat e tyre, krijojnë kështu bluza, fushata, parash, merchandise, etc. Edhe kthehen kështu si popstar. Edhe harrohet i çika gjëja kur thonin ca gjëra që mund të ishin kontroversiale. Edhe kalojnë në absurdizëm, se ne kemi Albidi, Castro Chipping, këto shokët e tij, Goxha që kalojnë në ekstreme me teori që janë dhe absurde, që mund të kenë diku kanë dica diskutimi që mund të merren parasysh, hajde të diskutojmë, por ka gjëra që janë komplet absurde që nuk bëjnë sens. Po gjithsesi duhen parë. Fakti që Albi, vazhdo. Ta mbyllim se u bëm luc. E mbyllim, tek ajo pjesa e kristianizmit që përmendëm, fakti që kristianizmi është feja më e suksesshme, domethënë që është përhapur në shumë kultura, është pikërisht pjesa sepse ka ndjekur modelin romak të përhapjes së fesë, domethënë. Roma në pa ardhur kristianizmi, kudo që shkonte që i kishin zota të rinj, ose i afishonte me zotat që ata kishin tashmë, ose i fuste në panteonin e tyre. Edhe ka ardhur kur ata hynë në Britani, domethënë panteoni kishte me dhjetra zotë të ndryshëm, nuk mbaronin domethënë. Edhe kristianizmi atë bëri. Kristianizmi është shumë fascinating, domethënë është diçka jashtëzakonisht shumë e bukur se si është përdorur nga njerëzit, domethënë, edhe se si është përshtatur në bazë të nevojave personaleve të komuniteteve të ndryshme. Edhe është vërtet ajo që nuk është aq pak e çuditshme. Këtu në Gjermani, për shembull, në Frankfurt Oder kam qenë në verën që kaloi. Edhe në kish brenda kishte një pikturë të djallit tek dera që e kishin zbuluar ata mbasi kishin bërë rinovimin. Edhe në pjesën ku bëheshin këto si tip bisedash të vogla, ishte një dhomë e vogël, domethënë, te një nga këto këndet ishte një skulptur, në të gjitha të tjerët ishin këto gargoll, që janë çasti për binca të vegjël, kështu që vetëm koka i duket, kurse te një nga këto kokat ishte një murg duke kryer marrëdhënie seksuale me një murgesh, domethënë. Edhe asnjëri nuk e dinte deri në momentin që është bërë restaurimi i asaj, që e kanë parë nga afër dhe që është hequr ajo për të pastruar edhe për të vendosur ngjyrat në fillim. Kështu që është, domethënë nuk është asnjë gjë aq e pastër sa duket, po e njëjta vlen edhe në mënyrë të anasjellët ku nuk është asnjë gjë aq e pistë sa duket. Po që të gjitha këto janë konspirim deri në momentin që vërtetohen. Në momentin që vërtetohen, pastaj është debat tjetër. Të dashur dëgjues, shumë nga temat që ne trajtojmë këtu janë edhe thjesht për hatër të argëtimit edhe të njohurive që ne gjithsecili kemi.
nuk do të thot asnjëherë që të gjithë informacionet që ne përmendim janë të sakta, ose që ne kemi një lloj pusulle vërtetësie. As pak, ne jemi këtu për të ndërfryrë së bashku, për të diskutuar tema së bashku, qofshin këto teori konspirative apo thjesht fakte shkencore. Faleminderit që na ndiqni dhe miru dëgjofshim në edicionin tjetër.